I kemi disa fotografi, doktorish Serveza, ishim shku bashkë të monitori, që ti spjegojmë më saktësisht, sepse ndoshta na pacientët nuk e njohim shumë mirë këtë fotografi, por kur na thua ti, edhe mund të krijojmë një bazë. Po Saronda, kjo është një CT e zakonshme, që pacientat munden me kry, domethënë edhe pa bë PCT hiç. Po tash, ky aparat, kur i ka të dyja, të fuzionume se pacienti nuk e din a ka një CT-a në rezonancën PCT. Domethënë, i bëhet një all body CT, mandej realisht i bëhet PCT-a, edhe kjo në fund del një CT me ngjyra. Petin këtë rast nuk e pata, se po e shohim të domethënë të imazhi e dytë, edhe është normale, domethënë është fiziologjike. Çka është shumë e rëndësishme, këto nuanca të ngjyra të kuqe, domethënë janë fiziologjike në organet. Është krejt normale se glukozë shumë ka dhe zemra dhe vazhdimisht kur funksionon, domethënë ku e dim se mos po funksionon zemra, nuk funksionon as pacienti. Truni mandej ka merr shumë FDG për shkak se truni ushqehet shumë me glukozë. Materiali radioaktiv që injektojmë na te pacientat është kur gjë tjetër vetëm një glukozë radioaktive, sheqer radioaktiv. Kështu që qelizat malinje e kanë pikë të dobët, domethënë rritjen, zhvillimin, sheqerin. Kështu që ky material radioaktiv është kur gjë tjetër veç glukozë. Tani varësisht që shemorin qelizat, na e shohim a është fiziologjike apo është patologjike. Po çka është më rëndësishëm për pacientat është që nuk du adet, domethënë ne matim glukozën, edhe normalisht pacienti përgatitet një ditë përpara, mandej një ditë ose dy informojmë që mos më morë ushqime kalorike, mos më morë ushqime me sheqer, që mos më rrit glukoza kur të matim na. Ose pacientat që janë me insulinë, kanë me përdorë insulinën, e përdorin me mëngjes para se me orë. Na ka ndodhur se na e kemi porositë se kjo dozë vjen special. Çfarë ditë domethënë kur i kena pacientat vjen prej Turqisë, domethënë përsëritet vjen me aeroplan gjithçka është dyqysh urgjent, qoftë natë e spitali rezonanca ose edhe në shtetit i njëjti, domethënë prej fabrikës direkt domethënë vjen te pacienti dhe injektohet. Nëse pacienti e ka glukozën, matet analiza mbi 10 na nuk mundet me injektu për shkak se mundet më dalë ka patologji pa pasisht, domethënë për shkak rritjes së glukozës në organizëm. Kështu që çdo herë pacienti i matet, domethënë jo vetëm një herë mundet me mat 2-3 herë sheqeri gjatë kohës sa rren sa është të qëndruar te na domethënë në spital deri në momentin kur injektohet materiali. Kur injektohet glukoza është 90-5-6, po mi 10 nuk bën domethënë jo, nuk ka aplikohet. E personat tazëm nëse nesër në mëngjes kemi realizuar një PCT dhe unë përdori metforminën tazëm për shkak të diabetit. A duhet me marrë metforminën 24 orë para? E merr. Domethënë nuk e ndërprej terapi normal. Kish nuk e ndërprej. Edhe nëse është me insulinë, domethënë e merr në mëngjes, domethënë quhet ma herë. Nëse ka marrë në ora 9, si caktohet 9-10 çdo 30 minuta që është i caktuar domethënë pacienti, ai quhet mëngjes, pak ma herë e merr me qëllim që mos mu rrit domethënë sheqerin në kohën kur vjen te na. Ndodhë edhe që përdoren insulinë dhe prapë domethënë nashta edhe stresi edhe ato krejt ndikojnë se këta pacienta normalisht janë pacienta më stresuar, se din që janë diagnostikuar, din çka e pret, presin një rezultat. Për neve këta pacienta, sikurse edhe fëmija dhe personat mosh janë pacienta që janë me prioritet dhe që duhet mi trajtu në çdo aspekt, edhe psikologjik, edhe shëndetësor, edhe mi trajtu se janë shumë pacienta të ndihshëm. A është PCT-ja rezultat që vjen shpejt si përgjigje apo duhet analizë madhe? Jo, duhet analizë. Ditën e parë kur bëhet ekzaminimi, mandej është punë e teknikëve se këtu bëhen rekonstruksionet, tek domethënë ditën e parë shkon veç ekzaminimi, rekonstruksionet është pjesë e teknikëve, tani mandej vazhdojnë ana domethënë me analizë. Nuk ka një rezultat që mundesh me marrë sikur në CT ose në rezonancë, domethënë çadet. Na mundem me dhënë informat, po dhe ashtu mundem me dhënë informat gabume, mundem me thonë ka se s'ka diçka, a din edhe gjatë kohës sa kryet ekzaminimi, mirë po për siguri, edhe na në rezonancë bashkëpunojmë edhe me doktor Arben Dhime. Arben Dhime përpos se unë jam radiologë, domethënë me profesion. Arben Dhime është radiolog edhe mjek nuklear. Dikon prej vitit
2000, se unë 99 këm vazhdu me specializim edhe këm shku në Tiranë, dhe më thonë të prufa me në tërpetrila kjo kon ekip, më kujtot në atë kod 2000-2001, Arben Dhima, për pos që u konë specialist si radiologjis, pa të shku në Austrinë e Vjenë për trajnim për PCT. Ka vazhdu me vite, sepse më konë taman, ashtu, me analizu në detale PCT-në duhet t'i kesh dhe më thonë dy specializimet të kyqa. Nësi je mjek nuklear duhet edhe radiologjinë, që duhet me ditë mas pare me ledzu CT. Në kjo nuk mjafton vesh me trajnime. Kështu që na kemi bashkëpunim, dhe më thonë kështu që i dërgojmë edhe në Tiranë, në i api mendimin tam, e këqyre doktor Arbeni, mande vim në një konkluzion të përbashkët, edhe ditën finale, dhe më thonë është vendimi përbashkë që mande unë konsultona me pacienta ose me familjar për diagnozën finale dhe raportin final.